janë numër i madh i kompanive në sektorin minerar dhe jo vetëm që cilat janë bllokuar në pamundësi për të kryer aktivitetin e tyre punues. Bizneset e sektorit minerar dhe vëmtarit përcjellëse janë kolaps total dhe janë pranë shurës në tërësi. Zhbllokohemi, zhvillojmë veprimtarinë, punojmë se për ndryshe na jemi në buzë të falimentimit. Ligji për pronën publike, i cili ka shkaktuar telashe zakonisht shumë të mëdha, ka bllokuar shumë institucione në funksionimin e tyre, meqense ky ligj pastaj ka shkel ligjet e tjera, ka bllokuar ligjet e tjera për të funksionuar dhe kjo ka shkaktuar një bllokadë totale të një numër të madh të institucioneve në vendin tonë. Janë një numër i madh i kompanive në sektorin minerar dhe jo vetëm që cilat janë bllokuar në pamundësi për të kryer aktivitetin e tyre punues, shkaku i mos funksionimit në këtë rast të Komisionit të Pavarur të Minera dhe Mineraleve dhe Agjencisë së Pyjeve të Kosovës, të cilat janë bllokuar shkaku i futjes së ligjit për pronën publike në 2023, ndikon rreth fundit vitit 2023, dhe që nga ajo kohë deri më sot numri i këtyre bizneseve po vazhdon të rritet, sepse koha po vazhdon dhe nuk ka ndonjë lëvizje fare që të zhbllokohet kjo situatë deri më tani. Nuk ka pasur një lëvizje adekuate që do të ndikonte në zhbllokimin e situatës. Ne kemi dhënë kontribut të madh në çështjet e rregulloreve, 3 rregullore që kanë bërë të mundur formimin e njësisë në kuadër të zyrës kryeministit, pra njësisë për menaxhimin e pronave publike, që ka qenë parapame edhe me ligjin për pronën publike. Kjo njësi aktualisht nuk është ende funksionalizuar siç duhet, domethënë kemi 2 ose 3 persona që kanë filluar punën aty. Në fakt, sipas ligjit duhet të jenë deri në 10 punëtor. Kemi bërthirë gjithë kastës politike që të ulen dhe të gjejnë një zgjidhje që zhbllokohet kuvendi i Kosovës, që të gjendet një zgjidhje që të formohen institucionet tona në këtë rast edhe qeveria e Kosovës, sepse çdo vonesë ka humbje të mëdha për biznesin në Kosovë. Bizneset që merren me aktivitete minerare ka kohë që e kanë të pamundur vazhdimin e licencave shkaku i mosmarrjes së kontratës së qiras nga Agjencia Pyjore e Kosovës. Ky problem ka nisur gati para një viti, në qershor të vitit kaluar, në 19 qershor më saktësisht, Agjencia Pyjore e Kosovës ka marrë një vendim me cilin i ka pezullu, një dispozitivi thotë që pezullon gjitha kërkesat që janë parashtruar nga personat fizik apo juridik për marrjen e tokës pyjore dhe tokës në përgjithësi me qira, apo vazhdimin e kontratave aktive. Shkaku i hyrjes në fuqi të ligjit për pronën publike, i cili ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit 2023, APK-ja ka pezullu punën me arsyetimin se ka një kolizion midis ligjit për pronën publike dhe ligjit për pyje. Thotë është mbi 100 biznese që janë vetëm te sektori minerar, cilët nuk kanë pas mundësi me vazhdu aktivitetin e tyre, me bë vazhdimin e licencës, shkaku i mosmarrjes së licencës mosmarrjes së kontratës nga APK-ja. Se shumë si blokad totale të institucioneve të vendit tonë, bizneset e sektorit minerar dhe vëmtarit përcjellëse janë kolaps total dhe janë pranë shurës në tërësi. Kemi disa probleme ku në ato probleme na kanë shfaqur rrugës tash dhe kërkojmë nga institucionet, nga qeveria të bëjnë diçka të zhbllokoj situata që është kështu, këtë gjendje që është, të na mundsoj të paktën bile të zhbllokohemi, të zhvillojmë veprimtarinë, të punojmë se për ndryshe na jemi në buzë të falimentimit. Dhe shpresoj se me mirë kuptim edhe me mirësi të janë mirë njerëz ndaj neve që kemi ardhur këtu të kontribuojmë edhe sa do pak që investimet tona mos të jenë të bllokuara, mos të hasmim burokracinë në kësi procese, në kësi blokada, se për ndryshe nuk do të rrim kështu.